Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Maliqit e thirrur nga opozita për çështjen e shkrirjes me Bashkinë Korç është shoqëruar me tensione. Në këtë mbledhje të thirrur jashtë rradhe, opozita kërkoi që Këshilli Bashkiak të miratonte qëndrimin zyrtar për t'ia përcjellë Parlamentit të Shqipërisë në kuadër të procesit të rishikimit të ndarjes administrative territoriale, sipas të cilit Maliqi do t'i bashkohet Bashkisë Korç, por këshilltarët e majtë braktisën mbledhjen pas replikave me kolegët e djathtë. Çfarë po kërkojmë, do japim bukë qytetarëve, do japim buka juaj që në administratë, po turp, si Sovjet tonë. Pas dështimit të mbledhjes, deputetja e Partisë Demokratike Ledina Alolli dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi kundërshtuan projektin për bashkimin e Bashkisë Maliq me atë të Korçës. Ata akuzuan qeverinë dhe kryebashkiakun socialist Maliqit Gëzim Topçiu për braktisjen e interesave të banorëve. Me një skenar tërësisht sot të përgatitur nga drejtuesi politik i qarkut Korçës Niko Peleshi, nga Gëzim Topçiu, vijnë këshilltarët dhe kërkojnë informacione të mëtejshme. Po një pyetje kam sot, çfarë informacione kërkojnë këta kur vetë Niko Peleshi dhe Gëzim Topçiu kanë qenë në takim me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama? Referuar gjithmonë projektit Ogurzi, shpopullues dhe shkombëtarizues të Edi Ramës, fati i mirë a banorëve duarart dhe punëtor të kësaj treve, është marrë peng sot nga Gëzim Topçiu, i cili tani më po bën një pazar të fliqur në kurisë të këtyre banorëve për të përfituar një post drejtori në administratën e ardhshme të Bashkisë së Korçës. Pak ditë më parë vetë kryebashkiaku Gëzim Topçiu shpreh paqartë në lidhje me propozimin për bashkimin e Maliqit me Bashkinë Korç. Megjithatë, theksoi nevojën për të pasur qartësi në rast të bashkimit të dy bashkive, se si do të ofrohen shërbimet për qytetarët dhe si do të shpërndahen investimet.